Prej 27 nëntorit, ndërtesa e teatrit kombëtar në Tiranë është kthyer në një vend ku prodhimet artistike brenda dhe jashtë Shqipërisë konkurrojnë me njëri tjetrin për një çmim të rëndësishëm, atë të Tirana International Film Festival. Këtë vit në edicionin e 7, ky eveniment i rëndësishëm kinematografik ndërkombëtar, i vetmi i këtij lloji në Shqipëri, ka mbledhur regjisorë të vjetër dhe të rinj. Në seksione të filmave artistik të gjatë dhe të filmave të shkurtër të kategorive artistike, dokumentar, të animuar dhe eksperimental, produksione kinematografike të jashtëzakonshme nga skena botërore. Gjatë këtyre ditëve, filmat janë shfaqur për gjatë gjithë ditës dhe pjesëmarrësit, konkurrues ose jo, i kanë ndjekur përmes ekranit. Njëri prej tyre është filmi Iliriana i Ernest Metollit. Regjisorët e rinj e konsiderojnë këtë produksion nga më të mirët e shfaqur në këtë festival. Filmi bën fjalë për historinë e një artisti nga Kosova që quhet Migjen, i cili pas humbjes së gruas dhe djalit të tij në luftë, fluturoi me mbesën e tij për në Holland. Edhe pse Migjeni kërkon të fillojë një jetë të re, ai përballet me të shkuarën. Ndjesia që e pushton për të braktisur mbesën e çon në kufit e çmendurisë. Migjenit i duhet të luftojë me ekzistencën. Ish studenti i Akademisë së Arteve, Joana Sinani, e cila tashmë studion në Athinë, vjen me filmin e parë të saj eksperimental, Stairway to Freedom, një film me buxhet minimal pasi Sinani është skenariste, interpretuese dhe regjisore. Pjesëmarrja në Tirana International Film Festival për të është shumë e rëndësishme. Ky film ka të bëjë shumë me mua, domethënë bazohet në një histori reale, po themi, dhe kështu që prandaj dhe vendosa që ta bëja vetë. Është bën pjesë në zhanrin eksperimental. Filmi është rreth 6 minuta dhe ka një ndërthurje midis reales dhe surreales. Janë filma goxha të mirë, konkurenca është e fortë dhe megjithatë për mua rëndësishme është që jam këtu. Domethënë kisha shumë dëshirë të vija, edhe kur kam parë mailin që isha përzgjedhur për të qenë pjesëmarrëse në festival, erdha domethënë vetëm për festivalin. Në fund time çdo cigare mund të jetë cigaria e fundit. The Last Cigarette është një tjetër film me metrazh të shkurtër konkurrues në edicionin e 7 të tij.